ta bëjmë jetën tonë më të lumtur? Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë në momentin që ne kuptojmë që ne jemi artistët e jetës sonë. Ne jemi piktorja apo piktorja mbas pikturës dhe veprës së artit. Dhe jeta jonë është vepra jonë e artit. Në momentin që ne kuptojmë këtë, jo vetëm që çdo gjë duket sikur është një lojë dhe shumë herë më e thjeshtë, por ne kuptojmë që ne mund të zgjedhim se çfarë të vendosim në pikturën tonë. Pra jo vetëm që ne nuk do shqetësohemi më për disa gjëra që jemi shqetësuar më parë, por do të zgjedhim se çfarë të vendosim, cilat ngjyra të përdorim dhe çfarë pikture të bëjmë. Dhe ajo që unë kërkoj të bëni, apo ju ftoj të bëni, me qëllim që ju të keni një jetë më të bukur, është thjesht sapo të ngriheni në mëngjes, të mendoni që të paktën mendojeni në aspektin e një dite. Sot kam një fletë të bardhë për të pikturuar. Mos mendoni çfarë ka ndodhur dje, mos mendoni çfarë mund të ndodhë dhe të filloni të friksoheni. Thjesht mendoni që keni këtë fletën e bardhë përpara, e cila po pret që artisti juaj i brendshëm të shpreh talentin dhe të pikturojë diçka në të. Kjo është simbolika e ditës suaj në fakt, pra si kalon dita juaj, çfarë ju bëni në një ditë. Ju çdo ditë e keni mundësinë që ta filloni nga fillimi. Ju çdo ditë e keni mundësinë të filloni një ëndër të re, të filloni një pikturë të re, të përdorni ngjyra të reja. Nëse deri më tani keni pikturuar bardezi apo vetëm me 3 ngjyra, ju mund të shtoni edhe ngjyrën roz, ju mund të shtoni edhe ngjyra të tjera. Dhe çdo ngjyrë mund të simbolizojë diçka, për shembull ngjyra roz mund të simbolizojë dashurinë, ngjyra e verdhë mund të simbolizojë çitërsinë dhe buzëqeshjen dhe entuziazmin, ngjyra jeshile mund të simbolizojë shëndetin dhe një jetesë të shëndetshme, e shumë të tjera si këto. Dhe ndoshta mund të vendosni nga një kuptim për secilën ngjyrë që ju mund të mendoni, dhe shumë bukur ju mund të mendoni se çfarë ngjyrash do të ketë kjo fletë në këtë ditë të sotshme për ju. Për shembull, do të vendos pak ngjyrë të verdhë, që të jem, ose shumë ngjyrë të verdhë, që të jem i ose e lumtur, i ose e entuziazmuar, të lejoj fëmijën tim të brendshëm të jetë i ngazëllyer, i entuziazmuar, aventurier. Nga ana tjetër dua edhe pak roz, sepse dua shumë dashuri në jetën time ose shumë roz. Dhe mund ta mendoni se si do të mbushet fleta juaj. Dhe thjesht lejojeni veten të jeni të lirë në këtë proces. Kjo simbolizon se çfarë ju dëshironi dhe çfarë ju ftoni në jetën tuaj në këtë ditë. Dhe do të shikoni se sa shumë do ndryshojë çdo gjë, sepse ju në çdo moment të ditës do të mendoni, paprit pak, a e vendosa unë këtë ngjyrë, për shembull ngjyrën gri në fletën time? Nuk e vendosa. Nëse në momentin që ju fillon ankthi, mërzia, stresi e shumë të tjera, ju kujtoheni që nuk e vendosët në fletën tuaj, që do të thotë që nuk është pjesë e pikturës suaj, kështu që ju me mirësjellje thjesht e largoni dhe ridrejtoni, ndoshta nuk jete kun, ke ardhur gabim, adresa jote ka qenë gabim për këtë emocion. Dhe unë sot kam vendosur që në pikturën time të kem ngjyrë roz, verdh, jeshile, portokalli, nuk kam vendosur të kem ngjyrën gri. Dhe kjo ju ndihmon vërtet shumë që të jeni, si të thuash, të vetëdijshëm gjithë ditën në lidhje me emocionet tuaja, çfarë po përjetoni, cilat pranoni ose jo. Sepse të gjitha emocionet mund të vinë të trokasin në derën tuaj. Dhe do të futen vetëm ato që ju lejoni. Por a dini se çfarë? Ndoshta pa e ditur ju mund ta keni lënë derën hapur dhe ndoshta pa e ditur ju mund të ftoni emocione që nuk i doni. Por mendojeni sikur është thjesht një dhomë, dhe kjo dhomë mbush me këto emocione, me këta, mund t'i mendoni njerëz, por janë emocione, pra ndjesi. Ose kjo pikturë mbush me ngjyrën gri, sepse ishte shumë, dhe nuk la vend për ngjyrat e tjera, apo nuk la vend për njerëzit e tjerë në dhomë, apo nuk la vend për këto emocione të tjera në këtë ditë tuajën. Pra, në momentin që ju ndoshta fton ose lejoni që të vinë emocione që ju nuk dëshironi, nuk është faja askujt dhe nuk ka asgjë të keqe. Thjesht ju më pas do të përjetoni atë që ju lejuat të keni. Dhe shembulli që po më vjen ndërmend është, për shembull, nëse keni një person që është toksik në jetën tuaj, dhe ju thjesht nuk vendosni kufi të caktuar me këta
të shëndetshëm me këtë individ. Dhe kaloni kohë gjithë ditën me të për shembull, sepse nuk i thoni që shiko se un kam nevojë të ripak vetëm tani, apo kam nevojë edhe un për kohën time, kam dhe un nevojë që të takoj dikë tjetër. Faleminderit për kohën që kaluam së bashku, por tani për shembull kam X gjë për të bërë, për atë të tregoni dhe respekt për veten tuaj dhe për planet tuaja, dhe për jetën tuaj, dhe për lirinë tuaj, që është zgjedhja juaj. Dhe në momentin që ju e kaloni gjithë ditën me këtë person, nuk ka asgjë të keqe. Thjesht duhet të mbani pasojat e vendimit që ju morët që në mëngjes. Apo që vazhduat, sepse në çdo moment ju keni mundësinë që ta stoponi këtë gjën, por ju vazhduat me këtë vendim, vazhduat deri në fund të ditës dhe kaluat ditën me një person që është toksik, që në fund të ditës ju la pa energji, të frustruar, të mërzitur, me dhimbje koke, të lodhur, pa motivim, pa energji e të tjerë. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, pra nuk e ka fajin askush, është thjesht ideja që çfarë ju lejoni, duhet të mbani pasojat për këtë. Qofshin këto pasojat të mira, pra nëse ju lejuat emocionet e dashurisë, ju do të ndjeni kaq të lumtur, energjetik dhe të entuziazmuar, këto janë pasojat e mira, apo mund të duken të mira për ju, pra. Dhe pasojat negative për ju mund të jenë fakti që ju mund të jeni të lodhur duke lënë këto emocionet gri apo këtë personin toksik. Kështu që kjo ishte diçka që doja të ndaja me ju sot. Ne kemi në dorë që të zgjedhim çfarë të pikturojmë jetën tonë. E di që shumë për ju ndoshta mund ta kenë të vështirë të besojnë këtë, por kjo ka të bëjë me besimet tuaja. Ndoshta ju duhet të rishikoni besimet që keni, sepse kjo mund t'ju pengojë që të manifestoni jetën që doni, që të jetoni jetën tuaj si të dëshironi ju dhe të lumtur dhe të gëzuar. Dhe në çdo moment ju mund të ndryshoni skriptin e jetës suaj, ju mund të ndryshoni rrethanat e jetës suaj. Nuk ka rëndësi se kur ju bëheni të vetëdijshëm. E rëndësishme është që në momentin që ju e dalloni, të nërmerrni hapa duke ndjekur intuitën tuaj. Dhe rishikoni besimet tuaja. A ju thon besimet tuaja që jo se për shembull ky është budallik apo si mund ta manifestojmë në jetën tonë në këtë lloj mënyre? Ndoshta, okay, lërini këto besime në radhë të parë. Por lejoni pak vend dhe hapësirë për të bërë këto pyetje. Po sikur të jetë e vërtet. Ata provojmë një herë dhe pastaj ju mund të ktheheni prapë aty. Pra, besimet janë aty, mos i largoni. Por provojeni një herë. Dhe sapo ta provoni, jam e bindur që do t'i lejoni këto besime të së kaluar së shkojnë, sepse është kaq e bukur, kaq magjike dhe kaq mbretëlënse, saqë jam e bindur që s'do doni të ktheheni më tek e vjetra. Shumë faleminderit. Ky ishte mesazhi që doja të ndaja sot me ju. Shpresoj t'ju kenë ndihmuar. Doja të dija opinionin tuaj si gjithnjë. Faleminderit për gjithë ju që bëni subscribe, që komentoni, që bëni like. Do të thotë vërtet shumë për mua dhe jam shumë e lumtur për gjithë mirësinë që ju ofroni. Sepse ajo që ju ofroni, ju e merrni mbrapsht. Në çfarëdo lloj forme, mund të jetë dikush që ju ndihmon, mund të jetë një dhuratë, mund të jenë disa shpërblime monetare, çfarëdo lloj gjëje qoftë, nëse ju ofroni mirësi, ju e merrni mbrapsht. Shumë faleminderit, shihemi në videon tjetër, mirupafshim.